Amaneti të varroset vetëm me antarët e familjes së ngushtë i u plotësua. Megjithatë, krejt në heshtje vdekjen e akademikut Recep Qosja, institucionet nuk e lejuan që të kaloj. Ndonse në hollin e kuvendit nuk pati arkival, para të cilit zakonisht bën homazhet, por nderimi nga liderët institucionale partijak u bë para portretit të akademikut Recep Qosja. Aty ishte edhe libri i Zis, ku mund të shkruheshin fjalë për të ndjerin. Kjo ceremoni u organizua në patronatin e ushtruesës së detyrës së presidentës Albulena Haxhiu, e cila e shoqëruar nga bashkëshorti, ishte e para që erdhi për të kujtuar figurën e tij. Gati një orë pas Haxhiut, këtij vendi ja mësyen edhe deputetët e Kuvendit të Republikës. Të organizuar fillimisht erdhën ata të AAK-s, kreu i kësaj partie Ramush Haradinaj nuk i u shmang librit. Për Qosjen mori lapsin e thurrit disa fjalë. Këta u pasuan nga ish-presidentja Atifete Jahjaga, e cila ndoqi të njëjtën rrugë. Pa u përullur para fotografisë së akademikut, nuk mbetën as nga PDK e VV, këtu nuk mungoi as ish-presidentja Vjosa Osmani. Për homazhe erdhi edhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj. Kur i kreu ato që pati për t'i lënë në fletore, fjalët i nxorri edhe me zë. Kam bindjen që ne do të dimë t'ja kthejmë atë kontribut të tij në vlerë për shoqërinë shqiptare. Rrugën që e mori drejt kuvendit, kryeministri Albin Kurti nuk e theu asese për të nderuar Qosjen. Ky erdhi në hall veç pasi përfundoi seanca për Elliot Engel. Kujtimin për 89 vjeçin Kurti deshi që ta lë veç në dokument. Kryeministër, si do ta kujtoni Recep Qosjen, a mund të shkurt për të? Familja e të ndjerit nuk ishte e pranishme në këtë ceremoni, derisa e premtja u shpall ditëzie.